Qytetarët e Divjakës vijojnë protestat kundër reformës së re territoriale, e cila parashikon shkrirjen e kësaj bashkie me Bashkinë Lushnjë. Për të 4 natë radhazi, banorët janë mbledhur në sheshin qendror të qytetit duke kundërshtuar me forcë këtë propozim dhe duke kërkuar ruajtjen e statusit të Divjakës si njësi administrative më vete. Në mbështetje të protestës së qytetarëve janë shprehur edhe forcat politike lokale, administrata e bashkisë dhe kryetari Josif Gorea. Banorët argumentojnë se Divjaka plotëson kriteret për të vijuar funksionimin si bashki më vete, duke u mbështetur në potencialin ekonomik dhe resurset natyrore që disponon, përfshirë parkun kombëtar Divjaka Ravasta, pyllin, lagunën dhe zonën turistike të plazhit. Gjatë protestës, qytetarët kanë marshuar në rrugët e qytetit duke u bërë thirrje edhe banorëve të tjerë që u bashkohen në kundërshtimin e reformës territoriale. Ata deklarojnë se çdo ndryshim administrativ duhet të bëhet vetëm pas konsultimit me komunitetin dhe duke marrë parasysh historinë, zhvillimin dhe interesat e zonës.